Për mbledhje e miteve, fakteve dhe avantazheve të zbatimit të buxhetimit të përgjithshëm gjinor. Bashk kemi mbërrir në modulin e fundit të kësaj klase. Pasi që kemi mjaftueshëm informata tani në lidhje me buxhetimin e përgjithshëm gjinor, le të bëjmë një përmbledhje të shkurtër të miteve, fakteve dhe avantazheve të zbatimit të buxhetimit të përgjithshëm gjinor. Mit. Zbatimi i buxhetimit të përgjithshëm gjinor kërkon më shumë shpenzime nga shteti. Fakt. Zbatimi i buxhetimit të përgjithshëm gjinor thjesht kërkon që të merret parasysh përfshirja e barabartë e burrave dhe grave, djemve dhe vajzave në secilin sektor. Kjo mund të bëhet në shumë mënyra, jo domosdoshmë përmes shpenzimeve shtesë. Mit. Buxhetimi i përgjithshëm gjinor është vetëm për gra. Fakt. Buxhetimi i përgjithshëm gjinor është për gra, burra, djem dhe vajza dhe merr parasysh nevojat e ndryshme të secilit dhe secilës. Këtë e kemi parë përmes shembujve të shumë të cilët i kemi ilustruar bashkë apo jo. Mit. Buxhetimi i përgjithshëm gjinor merr parasysh vetëm shpenzimet e grave. Fakt. Buxhetimi i përgjithshëm gjinor merr parasysh shpenzimet dhe vështirësitë e grave dhe burrave. Shembull, financimi mjaftueshëm i pushimit atësor dhe pushimit të barabartë prindëror për gra dhe burra, duke u mundësuar burrave që të kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre dhe të marrin pjesë të barabartë me gratë në rritjen e fëmijëve. Mit. Vetëm gratë mund të kërkojnë zbatimin e BPG-s. Fakt. Të gjithë mund të jemi aleat në kërkesën për zbatimin dhe implementimin e BPG-s, pasi që BPG-ja përmirëson jetërat e të gjithë qytetarëve, gra dhe burra. Por cilat janë avantazhet kryesore të zbatimit të buxhetimit të përgjithshëm gjinor? Arritja e barazisë mes grave dhe burrave, djemve dhe vajzave në nivel lokal dhe qendror, ngritja e eficiencës, transparencës, llogaridhënies dhe ndjeshmërisë gjinore të zyrtarëve komunal, reduktimi i pabarazive gjinore, përmbushja e nevojave të ndryshme mes grave dhe burrave, shpërndarja e barabartë e resurseve, përmirësim i aspektit ekonomik dhe social në nivel komunal, fillimisht dhe pastaj në nivel qendror, sepse secila komunë individualisht zbaton BPG-n. Përmirësimi i përgjithshëm i cilësisë së jetës dhe përmirësimi të ardhmës së djemve dhe vajzave, duke menduar për nevojat e tyre. Shtetet si Suedia, Finlanda, Holanda apo Austria tashmë janë duke raportuar ndryshime pozitive dhe nivel të ngritur të plotësimit të nevojave të grave dhe burrave, investime në shërbime sociale, edukative, që u përshtatë nevojave të tyre, ngritje të aspektit ekonomik dhe profesional të grave, që rezulton edhe në ngritje ekonomike të këtyre vendeve në tërësi, pasi që këto vende praktikojnë buxhetimin e përgjithshëm gjinor. Shembull, Suedia çdo vit, ligjit për buxhetit, ja bashkangjit edhe një aneks të quajtur Barazia ekonomike mes burrave dhe grave, ku raportohet sakt se si janë shpërndar burimet ekonomike në mënyrë të barabartë mes tyre dhe si investimet e bëra janë duke kontribuar në reduktimin e pabarazive gjinore. As do të ishte mrekullueshme nëse një ditë bëri në një nivel të tillë barazie dhe transparence. Shpresojmë që me aktivizmin tuaj do të jemi një hap më afër një të ardhme të tillë. Për fund, përgëzime. Ju ishit të vëmendshëm deri në fund të kësaj klase. Është koha për kuizin ton të fundit dhe pastaj jeni të lirë apo të lira dhe të filloni të praktikoni këshillat dhe informatat e fituara përmes kësaj klase, duke u angazhuar në komunën tuaj përkatëse. Suksese!